Bravo. Unë dëgju që shumë politikanë po shkojnë te Burdushi me fry për shembull apo fiton zgjedhjet a juva. A e konti? Kush? Te Burdushi. Kështu kom njën. Për mu përdosh janë qytetar. E pa përgjashëm që besojnë si teorisht se... Po ka njerë, sigurisht ka njerë që janë pjesë edhe... Politiket. Po, a ka? Unë di që ka. Kum dëgju, po nuk me ndoj që... Unë nuk i besoj këty një legjenda primitive, se me ndoj që duhet me konë pak ma realist, po që se duhet me besu në kësi legendash nuk ish pas nevoj me pas mjekësia, dhe 33 tonë me kry shkollë ka 10 vjetë për më bo stomatolog, ose ku dhe jonë qëfar do profilit mjekut, ma mirë i shkona atërve që ishim shkune për kësi fushash, ose kësi personash edhe i këshim si problemet. Me gjitha ata nuk i fajsoj njerë që besojnë, por unës që më konë për vedi edhe nuk kom nga më marrë me kësi lodrash, se kom punë shumë ma serioze. Mu për më pëlqen që ti, dhe më thonë, e ke liru pozitën e deputetit, me njerë mas e ke shpol kandidaturën, njëtë është edhe Urani Smolli. Po disa që po e mbojnë pozitën ende, qëfar, apo po mënan që nuk po besojnë fiturit tyre, dhe po dojnë me rujtë pozitën, a qëka është problemi? Nëse e ka i referohesh Ministrit Vitia, me thonë nuk e di, po gjanja kaotike që është kryu vetëm sa ja ka rëndu në opinion publik edhe të qenit minister edhe si kandidat. Pra në mendoj që në rrasë se ka mendu që mbajtja e pozitis ministrit do ta fuqizon si kandidat i dul që është gabim. Ma mirë do të ishte momentin që është nominu me hek dorë për pozitis ministrit dhe më përkushtu të problemet e kërë qytetit. Nuk besoj që shoqënia në Kosovë nuk ka njerë që këshin mujt me kry këtë funksion ministror, edhe besoj shumë që edhe VV-ja ka sa dush njerë që e këshin kryja atë detyrë. Me gjitha ata është e drejtë e ministrit, është e drejtë e kryeministrit, se si do ta trajtojnë këtë problem, por duket qartë që shpërqendrimi pej garës në Prishtinë dhe të pozita e ministrit, pak edhe ka turbullu pak këtë situatën me Covid, se po shihet që vdekshmëria është enorme. Jënë te i kalu gjitha rekordet, edhe pej vitit kalum. Tash bilis nuk është marrë, unë publikisht i kësha dhonë Ministrit Vitia është këmër shambull të Ministri Zemaj që shka punu. Po me gjitha ata është në ndërgjegjën e ti edhe